Umeir ibn Sadi. Të rallë janë njerëzit si Umeir ibn Sadi, Omer ibn al-Hatabi. Qysh në fëmirinë e tij të hershme, Umeir ibn Sad el-Ansariu e shijoi gotën e hidhur të jetimërisë, bonjakërisë dhe të varfërisë. Babai i vdiq pa i lënë kur far pasuria apo dikë që të kujdeset për të. Mirë po nuk vënoi shumë edhe nëna e tij u martua me një të pasur nga fisi Evs, me Gjulase ibn Suveidin, i cili pranoi të përkujdeset për Umeirin dhe e afroi pranë vetes. Sjelljet e mira dhe ndjenjat fisnike të Gjulases bën që Umeiri sado pak të harrojë se është jetim. Ai e deshi Gjulasen, si çdo i biri baban, por edhe Gjulaseja u shente dashuri të madhe ndaj tij, si babai ndaj fëmijës së vet. Sa vinte e rritej, Umeiri, dashuria dhe përkujdesi i Gjulases ndaj tij gjithnjë vinte e shtohej, sepse ai në të shinte shenjat e mendjepretësisë, pjekurisë dhe virtytet e besnikërisë të sinqeritetit në çdo punë e sjellje. Që fëmijë, vetëm sa i kishte kaluar të 10-tat, Umeir ibn Sadi përqafoi fenë islame. Imani zuri vend në zemrën e njom të këtij djaloshi dhe u mëshirua thellë në shpirtin e tij të pastër. Edhe pse i ri, kur nuk vonoi që të falte namazin pas Resulullahut. Nënës së tij i bëi zemra mal nga gëzimi kur e shikonte të birin tek shkonte e vinte nga xhamia, herë vetëm e herë me të shoqin e saj. Mirë po deshi Zoti Xheleshanuhu që ta sprovoj zemrën edhe imanin e këtij djaloshi të ri me një sprovë të rëndë e të vështirë, të cilën rrallë kush prej mocanikëve të tij do të mund ta përballonte. Në vitin 9 Hijri, i dërguari i Zotit vendosi t'i kundërvihet romakëve në Tebuk dhe thirri të gjithë muslimanët për mobilizim të përgjithshëm. Gjatë luftrave të mëparshme, pejgamberi alayhis salam gjithmonë e mbante të fshehtë kahun dhe drejtimin, përveç se në rastin e Tebukut. Ai e shpalli këtë botërisht për shkak të largësisë madhe, të vështirësive të udhëtimit dhe forcës së madhe të armikut. Këtë e bëri me qëllim që njerëzit të mendojnë më shtruar edhe të vendosin vetë për këtë çështje. Edhe përkundër thatësisë së madhe e cila mbretëronte atë verë, e cila sapo kishte hyrë, saqë edhe frytet ishin tharë nga vapa përculluese, muslimanët me të madhe ju përgjigjen thirrjes së pejgamberit alayhis salam dhe filluan të përgatiten për këtë luftë me të gjitha mundësitë e tyre. Mirë po në anën tjetër, një grup munafikësh në përndjenjat e tyre flisnin fjalë të liga kundër Resulullahut dhe në çdo mënyrë mundoheshin ta dobësonin dhe të thyenin moralin e ushtrisë muslimane duke futur dyshim në suksesin e kësaj lufte. Në njërën prej këtyre ditëve që i paraprin shkuarjes së ushtrisë muslimane, Umeir ibn Sadi u kthye në shtëpi pas faljes së namazit. E fytyra i shkëlqente si drita, nuri, nga të gjitha ato pamje të sakrificës edhe vetmohimit të rrallë të muslimanëve, të cilat i kishte parë dëgjuar me sytë dhe veshët e tij. I kishte parë gratë e ensarve dhe muaxhirëve, tek vinin tek pejgamberi alayhis salam për t'i dhuruar hallallet dhe stolit e tyre, që me to të përgatitet ushtria muslimane. Kishte parë Osman ibn Affanin radiallahu anhu duke sjell para pejgamberit alayhis salam një qyp me 1000 dinar ari. Kishte qenë dëshmitar edhe i faktit, kur Abdurrahman ibn Aufi solli para pejgamberit alayhis salam 200 ok ari. Madje kishte parë një njeri që kishte nxjerrë në shitje dhe mbulojën e fjetjes, vetëm që me çmimin e saj të blej një shpatë për të luftuar në rrugën e Allahut. Umeiri i vogël filloi të rikthehej edhe një herë në kujtesën e tij këto pamje të rralla dhe çuditej me ngadalësinë dhe ngaftësinë e Gjulases, tek përgatitej për udhtim me Resulullahun, edhe përkundër mundësive dhe pasurisë së tij. Për këtë shkak, Umeiri dëshironte ta nxiste kërshërinë dhe vullnetin e Gjulases dhe filloi t'i rrëfej atij për atë që kishte parë dëgjuar, e sidomos për atë grupin e muslimanëve të cilët nga pamundësia për të bler armë e lutnin pejgamberin alayhis salam me lot në sy që t'i marrë edhe ata me vete në luftë. Mirë po pejgamberi alayhis salam i kishte refuzuar vetëm pse s'kishte kafshë mbartëse për të gjithë, ndërsa Gjulaseja, pasi e dëgjoi Umeirin deri në fund, lëshoi nga goja e tij një fjalë që e hutoi dhe e stepi në vend djaloshin besimtar. Ai tha: "Nëse është Muhamedi i sinqert në pretendimin e tij se është pejgamber, atëherë ne jemi
edhe më të këqinj se Gomerët. Umejri, i shtangur nga Abia, nuk u besonte veshëve të tij për atë që dëgjoi. Nuk ja merrte mendja se nga goja e një njeriu të mëshuar e të mençur si Xhulaseja mund të dalin këto fjalë, të cilat e nxjerrin njeriu aty për aty, për hë nga imani në kufër, mosbesim të vërtet. Ashtu siç i zbërthen me shpejtësi problemet e ndërlikuara matematikore, llogaritësi sakt elektronik, ashtu edhe truri i Umejrit filloi të hulumtojë e të mendojë se çfarë të bëj. Nëse heshte dhe mbulon atë që tha Xhulaseja, atëherë ajo do të ishte tradhti ndaj Allahut xhaleshanuhu dhe ndaj pejgamberit alayhis salam dhe një herazje dhe dëmtimi i Islamit, ndaj të cilit hipokritët po planifikonin kurthe, intriga e komplote të ndryshme. E nëse e shfaqe dhe i përcjell fjalët e tij tek pejgamberi alayhis salam, atëherë kjo do të ishte pa dëgjueshmëri edhe gjesti mosmirnjohjes ndaj njeriu të cilin e kishte si në vend të babait. Do të ishte shpërblim me të keq për të mirat e Xhulases ndaj tij, sepse Xhulaseja ishte ai që e mori në përkujdesje kur ishte jetim, e nxori nga varfëria në pasuri dhe ja kompensoi humbjen e dashurisë atërore. Para djaloshit ishin vetëm 2 zgjidhje, cilën të zgjedh prej 2 të hidhurave. Vendosi me shpejtësi dhe u kthye nga Xhulaseja e i tha: "Për Zotin o Xhulase, nuk ka për mua njeri më të dashur se ti në fytyrën e tokës pas Muhamedit alayhis salam. Ti je njeriu më i shtrenjtë, më i afërt, edhe më mirëbërësi ndaj meje, por the një fjalë që nëse e përmend, do të turpëroj para njerëzve, e nëse e mbaj, atëherë do ta tradhtoj amanetin, shpirtin dhe fen time. Prandaj dije se unë kam vendosur që të shkoj tek i dërguari i Zotit dhe do ta lajmëroj për atë që the." Umejri i vogël shkoi në xhamin e pejgamberit alayhis salam dhe lajmëroi atë për fjalët që i dëgjoi nga Xhulaseja. Kur i dëgjoi Muhamedi alayhis salam këto fjalë, e ndali Umejrin pranë vetes dhe e dërgoi njërin prej shokëve të tij që të therras Xhulasen. Nuk vonoi shumë, e ja beu Xhulaseja dhe pasi e përshëndeti pejgamberin, u ul para tij. "Që janë këto fjalë që ka dëgjuar Umejri prej teje, o Xhulase?" e pyeti pejgamberi alayhis salam. "Ka gënjur edhe ka shpifur ndaj me, o i dërguar i Zotit, se prej gojës sime kurrë nuk kanë dalë fjalë të tilla", ja ktheu ai. Atëherë sahabët filluan t'i drejtojnë shikimet e tyre herë nga Xhulaseja e herë nga Umejri, sikur dëshironin të lexonin në shenjat e fytyrave të tyre atë që fshinin në zemra. Filluan të përshpërisin e njëri prej tyre i tha: "Djalë mosmirnjohës që të mirën e kthen me të keqe", kurse të tjerët thonin: "Jo, por djalë që është rritur në respektin ndaj Allahut, sepse shenjat e fytyrës së tij flasin se ai thot vërtetën." Pejgamberi alayhis salam u kthye nga Umejri dhe vëreti se fytyra ishte skuqur e tëra nga gjaku që po i vlonte, dhe nga syt lotët i pikonin pa ndërprerë, duke ju ravjezuar në përmodzat e faqeve të tij dhe thoshte: "O Allah, zbriti të dërguarit tënd sqarimin e asaj që thash. O Allah, zbriti të dërguarit tënd sqarimin e asaj që thash." Kur e patër këtë skenë, Xhulaseja u trimërua edhe më shumë dhe tha: "O i dërguar i Zotit, ajo që të thash unë, ajo është e vërteta. Nëse ke dëshirë, ne mund edhe të betohemi para teje, e unë të betohem në Allah se nuk kam thënë asgjë nga ajo që të ka përcjell Umejri." Ende pa i mbaruar mirë Xhulaseja këto fjalë, dhe kur shikimet e njerëzve filluan të drejtohen nga Umejr ibn Sadi, pejgamberin alayhis salam e kaploi një kotje. Shokët e tij e kuptuan se është duke i zbritur vahi, shpallja. Prandaj menjëherë zun vendet e tyre për të pritur se çka do të komunikojë i dërguari alayhis salam nga ana e Allahut xhaleshanuhu. Në këtë çast, frika dhe të dridhurat filluan ta kaplojnë Xhulasen, kurse Umejrit ndjenjat e ngrohta të kënaqësisë filluan t'i përshkojnë tër trupin. Atëherë pejgamberi alayhis salam komunikoi fjalët e Allahut xhaleshanuhu. Ata betohen në Allah, se nuk kanë thënë asgjë të keqe, e në të vërtetë kanë thënë fjalë të kufrit, mosbesimit, dhe pasi që patën shprehur besimin, ata e mohuan dhe u përpoqën për atë mbytjen e pejgamberit që nuk e arritën. Ata nuk urrejnë për tjetër përveç se Allahu nga mirësitë e tij dhe i dërguari i tij begatoi ata. Nëse ata pendohen, do të jetë më mirë për ta,
E nëse refuzojnë, Allahu i dënon me një dënim të dhimbshëm, si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër. E në këtë rruzull të tokës nuk ka për ta as mbrojtës e as ndihmës. E Teube 74. Xhulaseja kur e dëgjoi këtë ajet, u drodh, u trishtua dhe gati ju lidh gjua në ny nga frika e pastaj u kthye nga i dërguari alayhis salam duke thënë: "Por po pendohem o i dërguari i Allahut, po pendohem se Umejri e tha të vërtetën, o pejgamberi i Zotit, e unë isha prej gënjeshtarëve, prandaj lute Zotin që të ma pranoj pendimin, kurban u bëfsha për ty." Në këtë çast i dërguari i Zotit u kthye nga djaloshi i ri, Umeir ibn Sadi, dhe pas e lotët e gëzimit i kishin mbuluar fytyrën, e cila po ndriçonte e tëra nga nuri i imanit. E zgjati dorën e tij të bekuar nga veshi i tij dhe pasi e lëmoi me butësi, tha: "Vesh besnik, atë që e dëgjove me veshët e tu o djalosh, atë ta vërtetoi Allahu xhaleshanuhu." Ndërsa Xhulaseja pas pendimit u kthye dhe e përmirësoi islamin e tij. Sahabët e dinin mirë gjendjen e tij, nga se kishte qenë gjithmonë bamirës e zemërgjër, si ndaj Umeirit, ashtu edhe ndaj të tjerëve. E sa herë që përmendej Umeiri, ai thoshte: "Allahu e shpërbleft me të mira në vendin tim, sa ai më shpëtoi nga kufri, mosbesimi edhe zjarri i xhenemit." Nuk është vetëm ky rasti vetmi dhe më i ndritshmi në jetën e djaloshit, Umeir ibn Sad. Të tillë gjatë jetës së tij pati edhe shumë të tjerë. E tani mirupafshim me Umeir ibn Sadin në rininë e tij.